mungesës të aftësisë komisionerëve ose mungesës të aftësisë komisionerëve në qendra komunale të numërimit. Njëna parë kanë pas gabim, se s'mund ta kenë mirë. Si mund dihet cila e ka të drejta? Kjo është prapë mungesa profesionalizmit e trajnimit. Rekrutimi i njerëzve ka ndodhur për shumicën e pozicionit një ditë ose dy para zgjedhjeve. Ka pas mungesë trajnimit, ka pas mungesë të seriozitet nga ana e Komisionit Qendror Zgjedhor, prapë po tham për shkak ndërhyrjeve të vazhdueshme që kanë qenë administrat nga institucionet. Po na çka kemi sot, Kosova është krenuar me procesin zgjedhor. Sot nuk e kemi qatë krenari, kemi proces të lëndun, se dhe na për kundrazi si partije dy në vend, po munduemi me rujt. Me rujt, për kundër që e mundu, me vun pa, ku pasko me të regu që po ka problemet qëllimshme të vazhdueshme nga partija në pushtet, edhe një munges të integritetit kryetorit Komisionit Qendror Zgjedhor, i cili është ndikim plot të pushtetit. Pra do një që është ndikim plot të pushtetit aktual. Është ndikim plot, unë e po mësat, do mëne para media, të në taj keme mbullu një munges të votimit, edhe ka informacion gabu shumë zopin në bësë, sa i ka morë vendim. Do më për numërim të vota, këtë që zetë me morë vendim me 2/3. Aja s'ka pas fare pjesë mars 2/3 e antarëve që du t'jen 8, i ka pas 7 antarë për tyne, vetëm 4 kanë votu, kur të kërkuet me lish 2/3, du t'ket 8 vota për. Do më s'mjaftan edhe 11 me qenë mëranda, nëse si ka 8 vota për, aja nuk ka len. Edhe një kryetar Komisionit Qendror Zgjedhor është minimali që ta me dit, unë së dhe posh e mbrojke, do më ka informacion nga bun për cilën është edhe vepër penale, po kuptohet që s'po më diskutuar edhe në mbledhje, po pati përplasje mes. Që s'ka mujt me rujt asë në raste tjera institucionin. Gjoshi, si ke pa këto përplasjet në për qendra komunale të numërimit, edhe në qendrën për numërim dhe rezultate? Keni pas kritika, akuza edhe jo për partinë pushtet që po hynë antarët e KQZ-s, po i pengojnë zyrtarët, në anën tjetër ka pas përplasje edhe mes komisionerëve të partive të tjera në për qendra komunale të numërimit. A është dashur ndoshta të shmangen këto prezencat shtuara të njerëzve në një proces shumë të rëndësishëm? Spari nuk është punë e tyre që janë gatruar në proces. Është fati i madh që Partia Demokratike nuk ka ndërhyrë në proces, as herë as herat kalune. Unë me ironi kam thonë që këto partit politike pi tregojnë pi motin ekspert në qendra numërimit komunale, se kemë po njerëz që veç profesional që janë fushën e zgjedhjeve, janë njerëz zhurmaxhi, gatrastar, njerëz që janë shku me prish proces, po jo me ndrejç. Nuk është punë e tyre. Ata mund të jenë vëzhgues si secili vëzhgues tjetër. Kalumën u ka minimalisht, sikur që vjen edhe gazetari, as ju nuk i përzihni, ju evidentani, nëse ki mos pajtim për një vot të vleshme ose të pa vleshme, ki mundësi me evidentu me bo ankesën në organin përkatës, po në asnjë mënyrë atyre që janë të kry